Në prahimin e mbrëmjes së sotme të spektaklit shumë të ndjekur Big Brother VIP Albania, një nga momentet që mori menjëherë vëmendjen maksimale të publikut ishte pikërisht zbulimi i një detaji të rëndësishëm, data e finales së madhe. Moderatori i programit njoftoi se, sipas planifikimit aktual, ky edicion pritet të përmbyllet më 18 prill, një datë që nëse konfirmohet, shënon hyrjen në fazën më intensive dhe vendimtare të garës. Ky njoftim erdhi në një moment kur dinamika brenda shtëpisë është bërë më e fortë se kurrë. Banorët janë tashmë në një fazë ku çdo veprim, çdo debat dhe çdo strategji mund të ndikojë drejt për drejt në rrugëtimin e tyre drejt finales. Me afrimin e fundit të spektaklit, tensionet janë rritur ndjeshëm, aleancat po testohen dhe marrëdhëniet mes banorëve po kalojnë në filtra gjithnjë më të fortë. Çdo nominim tashmë ka peshë shumë më të madhe, ndërsa publiku është më aktiv se kurrë në vendimet që përcaktojnë fatin e tyre. Menjëherë pas këtij deklarimi, rrjetet sociale u ndezën nga reagimet e fansëve të spektaklit. Shumë prej tyre nisën të bëjnë parashikime për finalistët e mundshëm, të tjerë diskutuan mbi strategjitë e banorëve aktual, ndërsa një pjesë nuk e fshehën dyshimin mbi vërtetësinë e këtij njoftimi. Arsyeja? Data e shpalljes përkonte pikërisht me 1 prillin, ditën ndërkombëtare të shakave dhe rrengjeve. Kjo ka bërë që një pjesë e publikut të mendojë se produksioni mund të ketë zgjedhur qëllimisht këtë ditë për të krijuar konfuzion dhe për të rritur kuriozitetin. A është kjo data reale apo thjesht një lojë për të mbajtur audiencën të lidhur pas ekranit? Është pyetja që po qarkullon më së shumti online. Nuk do të ishte hera e parë që spektakli përdor element surprize për të rritur interesin dhe për të krijuar diskutim të gjerë në publik. Nga ana tjetër, ka edhe nga ata që besojnë se 18 prilli është një datë reale dhe se njoftimi është bërë pikërisht tani për të përgatitur publikun për fundin e afërt të këtij edicioni. Nëse kjo rezulton e vërtet, atëherë ditët në vijim pritet të jenë ndër më të fortat e këtij sezoni, me eliminime të papritura, hyrje surprizë, përballje të forta dhe ndoshta edhe rikthime që mund të ndryshojnë rrjedhën e lojës. Ndërkohë, gara për çmimin e madh po bëhet gjithnjë më e ashpër. Banorët që kanë arritur deri në këtë fazë janë tashmë ndër më të fortët e këtij edicioni, dhe secili prej tyre po përpiqet të japë maksimumin për të fituar mbështetjen e publikut. Çdo detaj, nga mënyra e komunikimit deri tek strategjia e lojës, po analizohet në detaje nga fansat, të cilët tashmë kanë krijuar edhe kampet e tyre të preferencave. Pavarësisht nëse kjo datë është një e vërtet apo një reng i mirë organizuar për 1 prillin, një gjë është e sigurt, Big Brother VIP Albania ka hyrë në një fazë ku çdo gjë mund të ndodhë. Surprizat janë të pashmangshme, emocionet janë në kulm dhe publiku mbetet i ngjitur pas ekranit në pritje të çdo zhvillimi të ri. Tani mbetet për t'u parë në ditët në vijim nëse produksioni do ta konfirmojë zyrtarisht datën 18 prill si natën e madhe të finales, apo nëse gjithçka ishte një lëvizje strategjike për të mbajtur të gjithë në ankth dhe kuriozitet. Deri atëherë, loja vazhdon dhe çdo prahim pritet të sjellë edhe më shumë dramë, emocione dhe të papritura nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.